90 ditë në 180 ditë, rregull që duhet të dinë të gjithë. Për shtetasit shqiptar, rregullat e qëndrimit dhe të lëvizjes në zonën Schengen janë të qarta dhe duhet të respektohen me përpikmëri të shmangur ndalimin e hyrjes apo penalitetet të tjera. Afatet e qëndrimit në zonën Schengen janë këto: 90 ditë brenda 180 ditëve. Kujdes! Ky afat përfshin të gjitha hyrjet dhe daljet. Por si llogaritet periudha 180 ditore? Numërimi i ditëve të qëndrimit fillon nga dita e hyrjes së parë. Për hyrje e dalje të shkurtra, afati i qëndrimit është shuma e ditëve në secilin udhëtim. Por cilat janë pasojat e shkeljes së afateve? Gjop deri në 600 euro për mosrespektimin e afatit, pasi kjo përbën një shkelje të legjislacionit Schengen. Pasoja tjetër është ndalimi i hyrjes në zonën Schengen nga 5 deri në 10 vjet. Pra, penalizim për ndalim hyrje në për periudha të ndryshme kohore. Por, dëgjoj me vëmendje, ka disa raste ku ti mund të kërkosh zgjatje të afatit të qëndrimit. Kjo nuk është në procedurë e zakonshme, pasi pak veta e dinë dhe përdoret për raste të jashtëzakonshme. Nëse ke pyetje apo paqartësi mund të më shkruash në inbox apo të komentosh post videos time.